Djeta u mërzit shumë, se ishte debati jon i parë, i gjatë, dhe i vjeni natë se jam të vërtetën. Unë shoh që ka ardhur fundi dhe ti e një ndër ta që doni të më nxirrni keq. A je lidhur? Si vetë rri me djalin e ujë kur mendon se ai ka parë me atë syrin tjetër? Këndej një shumë afër. Me atë dhe kjo gjoja tani nuk të shkon. Pikërisht se ka bërë shumë afër me të. Dhe ai tha ti ke thënë që do fletosh me Laertin, a nuk duket kjo e ulët ty nga ana ti? A nuk duket ty e ulët nga ana ti? Jo, nuk është akmarrje. Igor po mos tregoj mua ai do të hapë të bësh të tension Dominikit me ty dhe me Jozin. Hapi syt, ku je? Ka ikur tani, është elektron i lirë, nuk di çfarë po bën tani. Është pa busull fare. Unë për një fjali ai të kulmuar 4 herë, për një fjali, 1 me 4 shumë rëndë. Nuk ka rëndësi, ajo që luaj të djej, nuk ka për pesh. Nuk kam shpikur asnjëherë. Atë që kam parë, atë kam thënë. Më ka akuzuar njëri, më ka futur, më ka akuzuar mua njëri, jo, të akuzuar ty. Përse? Po se ke bërë sulm të organizuar për gjithë të shpërblet. Ti e bërë diçka që ata kundërtarë, dhe u vjen neve. Keni një spik, ti e para që do të nxjerrësh nga shtëpia. Ti e para që do të nxjerrësh nga shtëpia. Ti e para. Jo, shoqe, mendon se të gjitha kemi natin, mendon se të gjithë jemi xheloza, mendon se gjithë çmendemi pas ty, tu brenda kam synime të tjera, s'kam Danin. Falso! Moj nuk jam falso, moj ti je falso! Ti je Danja! Ti je Danja! Të piste Lori, ti je koka e falsos! Unë kjo thot, Lori vetveten dhe po e sulmoj unë thot që të rri ndonjë ditë më shumë. Je falso! Më njohë njerëz si tjashtë si jam. Dhe ti kujtoj Danja që kur Jozi thoshte ti e goca aventurash, më shumë më mërzita unë se sa ti. Pra të fjalë, më shumë më zura unë me Jozin se sa ti. Vazhdoni dhe unë do të them të në çdo gjë. Ogeta, po bëni një, po bëni një sulm të organizuar, ke fluturuar në këtë shtëpi në çdo cep të shtëpisë. Ke fluturuar i ka parë gjë të shtëpisë mirë, se s'kam dhënë të cepi jot prandaj. Ke ndër turim me s'kam dhënë të cepi jot prandaj. Te cepi jot nuk do ria u zemra. Te cepi jot do ria u se ti doje vetëm të mbështesh. Dhe s'ka marrë ku të mbështes ty dhe të duar trokas ty pik mohabeti. Jo me duar trokit Eglin, duar trokit do Eglin. Duar trokit dhe Rozanën dhe Eglin. E pe Eglin shumë i Rozi nuk e duar trokas e di mirë ajo. Nuk e duar trokas. Nuk e si më kam kalu këte. Dhe mbase mund të më rëndoj një qik, nuk është se kam kalu këte. Janë thjesht unë. Edhe prandaj ja përsëris 100 herë sa. Jam në busullën time. Pik mohabet. Ne bër asistenti a Eglit, ajo e bër. Madje s'o as të flasësh, as të prajm bila. Se faktën unë të lija. Faktën unë nuk të ndërrija. Nuk të ndërrija. Nuk përpiqesh atë ta merrja situatën. Si situatë Gloria ishte mendim. Të përdorin ishte mendim. Nuk po të përdorin o Danja. Me Eglin dhe bashkë me Rozanën gjithë si grup. Janë duke të përdorur. Në fakt sa gjëra dhe iku. Si për të thënë që unë ty nuk t'jap rëndësi. Po nuk kam ngel se vjen të qaj. Nuk kam ngel për një kafshat të këtyreve, se nuk e llogaris fare kafshatën e këtyre, fakt. Ke shkuar qetësisht në këtë shtëpi, duke ju fërku kurrizin gjithëve, duke qenë në luhatshme, që mos nominohet. Është kujtuar shumë vonë që të luftoj për finale, se janë 100 ditë, nuk mund t'i kalosh si me pushime verore, si kavaleshencë, avash, ta ke mirë me gjithë që mos nominohem, pastaj nga fundi po i fusi zjarr. Ti janë të gjitha në syon, ti s'pi ke thënë, se si interesante do e të ziheshe me njerëz tjerë. Sepse nuk e qenë për mua. Për mua, ky qëndrimi me Rozanën, thjesht është një plus, kur them deri tash ka luajtur duke anashkolluar gjatë gjithë kohës nominimet, duke sheshuar muhabetet e duke hequr veten si e dashur. Ti ke qef, tani do dasësh Danjën se do të rris sa ditë më shumë. Le të më thjeri kokë. Se e fallo. Si ke përtaj? Në këtë pikë të lojës, para shumë të gjithë jemi në këto pikpyetjet e rivalitetit. Finalen e duam të gjithë në mënyrë kategorike. Unë nuk besoj që mund të jetë një nga ato që të ketë kapacitet për të vajtur në finale. Më shumë kam parë Lorin në finale se sa Danjën për shumë. Loredana. Po. Raporti me Danjën ka filluar të them drejtën shumë mirë dhe ishte krijuar vërtet një afrimitet goxha i rëndësishëm. Ndërkohë që neve danim krevatin bashkë, në më thënë në darkë, mbriteshim shumë për të bërë muhabete gocash, gjatë ditës, Danja e shkoj që kalonte më shumë kohë me çunat, sesa dhe me mua, që isha një nga gocat më të reja në shtëpi. Këtë sjelljen e saj
shumë ere kam thjesht neglizhuar, themi, e shkoja shumë të parëndësishëm. Por avash kuptova se ajo rinte me çunat e shtëpisë, sepse i përmbushnin egon. Edhe këtë gjë kam parë në garën atëre të Stormit, në sfidën të Stormit, kur ajo më i jipte sulme Gjibanit, edhe në fund fare të lojës i jipte urdhra. Hajde me mua, hajde këte, hajde andeja. E kishte këtë qasin ndaj çunave. Po, këto janë gjëra që kanë kohë që kanë kaluar. Pse ke vendosur t'ja ballafaqosh tani? Në të njëjtën sfidë, Danja mua më ka hedhur sulmin e parë. Më ka 1 orë e gjysmë sulme, edhe mbas atyre vinte edhe mua më thoshte ishin shaka. Jo, nuk ishin shaka. Nuk ishin shaka, se ti ças më ka të ditë. Është vërtet. Po mbaro të dëgjoj. Është vërtet. Tani, gjatë gjithë kohës është munduar të thoshte që Lori është xheloze, të linte këtë përshtypjen si jashtë dhe brenda. Unë s'kam qenë kurrë xheloze. Jashtë s'kam qenë. Unë kam pasur situata të njëjta, s'kam pasur lidhje fare me ty. Edhe unë të kam sheshuar mohabetet. Ti bie sheshoje, po dhe unë ti sheshoja, sepse nuk kisha asnjëherë gjë kundra teje. Dhe kur thua që unë nuk kam nevojë për kapshatat në situatat e tjerëve është gënjeshtër e madhe, se ti aty ke kërkuar gjatë gjithë kohës, edhe akoma atë bën. Po. Si sot të kësa dite me situatën e Eglit të mëngjesit. Loredana, edhe shumë radhë. Andikon fakti që ti je goxha afër me Gertën dhe marrëdhënia e Gertës me Danjën nuk është e mirë në raportin që ti ke me Danjën? Absolutisht. Unë shikoj vetëm atë rrugtimin me mua, rrugtimin time të Danjës, më thënë marrëdhënien tonë direkte. Danja? Tani... Mbaro? Po, Loredana, mbaroj, po. Tani... Ta qoj dhe i fundë, se mbase në... Një ditë, Bilesë, sulmet kanë ardhur gjithmonë nga ana jote. Unë t'i kam sheshuar. Ajo te Stormi. Gjatë periudhës që unë kam patur situatën me Jozën e me Olën, në cilin isha vërtet e shkatruar, po kërkoja mos ta jepja veten, ti i bie gjithmonë duke dhënë mend. Edhe një ditë kujtoi të më thotë mua ti do të bësh rolin e viktimës. Danja, unë kërkoja gjatë gjithë kohës të buzëqeshja dhe po isha duke plasna brenda. E ti si vajzë, këtë gjë nuk e kërkove. Dhe nuk kuptove kur. Edhe kërkove të gjaja, e goca që ka empati me Eglin, po me mua këtë se bëre kur. Kur. Edhe nuk e përsa e gëna. Edhe... Po, Loredana, po. Kur, mos më thuaj duke më parë në sy dhe duke gënyer. No, ti ajo që po gënyer. Mira, mbaroj edhe këtë të fundit. Nëse, s'jam unë duke shpifur për ardhën. Po, mbaroj edhe këtë të fundit. Nëse, të them vërtet nga ty kam vëllu shumë keq. Jo, ka ndodhur. Vazhdo, mirë, okej, ka ndodhur për ty. Ta them unë si ka ndodhur tek unë? Se mbase, duan të dëgjojnë të tjerët se këto ditë ti s'ke dashur të dëgjosh. Tani Ledion, unë di mirë që marrëdhënien me Lorin e kam patur në syrin tim, në këmbvështrimin tim, një marrëdhënie të shëndetshme, që do të thotë. I kam thënë në sy atë që unë mendoj. Lorin këto ditë e kam dëgjuar të më thotë fjalë ofenduse, të tipit je shumë e ullët, të tipit që je falco, por ajo që vërtet më bën përshtypje, se këto tjerat nuk mendoj që i ketë vërteta, po më bën përshtypje është që më thua ti Danja krijon marrëdhënie, gjithashtu dhe Gerta e thot këtë, ti Danja krijon marrëdhënie sipërfaqësore. Tani, në rast se ti, vajzë dashur, mendon që të thuash gjërat në sy dhe të mos të fërkosh kurrizin, sepse unë nuk e kam bërë kur ne jemi shtrirë për të fjetur, të kam thënë Lori, mendoj që kjo është gabim, Lori, kjo është kështu, kjo është ashtu, këto ti në rast se nuk i ke marrë si të vërteta, kjo është punë për ty, jo për mua. Në rast se ti mendon se kjo marrëdhënia që unë kisha krijuar me ty, është një marrëdhënie sipërfaqësore, ti duhet të pyesësh veten tënde se si përkufizon dhe se si shikon situatat. Për sa i përket, nuk të ndërpreva, të lutem. Tani, ka ndodhur që më ke thënë, kur erdhi Jozi, të lutem më mbro. Unë, pas teje, në përshpi, gënjen,
ti gënjen. Absolutisht. Sepse ja ke kërkuar disa njerëzve në shtëpi. Të lutem. Ka ndodhur që ti the më mbro dhe unë të thash, okej, këti djalit ja kam thënë dhe ky e di shumë mirë se çfarë i kam thënë, kur ne jemi shoqëruar bashk, ama unë pas teje në shtëpi nuk do vi të kërkoj ty Lori për të mbrojtur. Dakord? Unë kështu e di mbrojtjen. Kështu funksionon tek unë mbrojtja. Dhe për sa i përket sulmit dhe me çuna e dashur, ke ndetë edhe ti kur ky zotëria këtu nuk ishte në shtëpi, je përqafuar, asnjëri në këtë shtëpi nuk ka thënë i ke bërë njërin tjetrin. Shumë bukur. Me Jozin pa Jozin. Po sepse mbase edhe ti i përflet këto si gjëra të shëmtuara dhe u bë disa dhe na nxorë këtë akuzën e jashtëzakonshme që unë ç'u bë çunave në shtëpi. Përveç kësaj, ka ndodhur që kur kemi qenë tek platforma, edhe pse është shkuar, dua ta them këtu në Prime të gjën, jo se nuk ndiqem 24 orë, por e kam të rëndësishme. Atje tek platforma, normalisht unë dhe Valbona menduam që për ti që këta të uleshin apo t'i acaronim, të dyja filluam dhe bëm një lloj sulmi, një lloj aksioni. Por karshi Lorit nuk ishte sulm sa ishte karshi Gjibanit dhe i thoja, vajze dashur, mos ndi skenaret e këtij për interesin e këtij, mos bëj asgjë në këtë lojë për interesin dikujt tjetër, por duhet ta bësh këtë punë për interesin tënd. Po kur unë si shoqë të sa herë që përsërisja sulmin, përsërisja këtë fjalinë. Tani Lori është shumë e paqartë, Lori ti e paqartë, i e paqartë në mendjen tënde. Dhe viktimën ta kam thënë sepse kur erdhi Ola në shtëpi të lutem se nuk të ndërpreva. Kur erdhi Lori, kur erdhi Ola në shtëpi, ajo na tha tekstualisht në datën 8 mars. Të lutem, në datën 8 mars na tha tekstualisht që këtu nuk ka solidaritet mes femrave. Kjo pretendonte që ajo vajza, këtë do them, çfarë thash. Kjo pretendonte që ne, të gjitha vajzat e shtëpisë, të solidarizoheshim me xhelozinë e Lorit, kupton, kur djali huaj kishte ardhur në këtë shtëpi, Jozi, dhe kishte thënë që unë në këtë shtëpi nuk do kem asgjë me ty. Pra, nuk është se Ola u fut në një situatë kur këta të dy ishin të lidhur dhe ne do mbanim anën e Lorit. Lori, ti këtë historinë e xhelozisë mund ta kesh ndjer, po i ke dhënë një farë urdhër. Unë s'kam dhënë me Olën dhe ti në atë moment. Lozi ka ndetë me Olën dhe unë nuk kam ndetë me Olën. Me Olën kemi ndryshuar rroba, kemi fol për ndonjë gjë tek tuk dhe kaq. Danja, ato të pyes pak. Si e komenton Danja deklaratën e Gertës që finalen e meriton më shumë Loredana, ose shoh më shumë Loredana në finale në krahasim me ty? Po, në fakt nuk ka faj, sepse e ka në krah. Kur e godet Lori, thot s'ka gjë, kur i afrohet Lori për t'i marrë një mendim, ja jep Gerta, edhe kështu janë rregull. Lori e bën për qarë, Lori e pajton, kështu që s'ka faj, normalisht do shoh Lori, dhe do të doj, madje, sepse i duket Gerta sikur nuk të shpije zonja e shtëpisë, do të doj të qoj Lori në finale. Bujru me dashur, mu këtu m'ke pas gjithmonë, dhe ditët e fundit unë t'i kam thënë gjërat ashtu si që kam menduar. Ti në këtë divan mund t'kesh pasur. Jo, përpir ta mbaroj. Ti në këtë divan, jo, nuk janë imagjinata, këto janë fakte. Ti në këtë divan mund t'kesh pasur dinamikat më të shumta, por ti gjithmonë, këti divani, ti me këtë divan, ke patur pretendimin që nuk e di nga t'ka ardhur, po mbase ta kemi dhënë dhe ne, kjo është fajon, që ti ke dashur ti mbash të tjerët kështu në por topin e ke quar gjithmonë o te Rozi, sepse ajo të ka interesuar më shumë, ose te Kajerti. Nuk ka të bëj me arsye, unë gjërat e mia ty t'i kam thënë të lutem, unë gjërat e mia ty t'i kam thënë gjithmonë në sy. Në rast se ju vajza të dyja bëheni sot për ta quajtur këtë si sulm apo ku diu se ça, pse se keni quajtur dje? Gerta, të të mjës pak, ti ke akuzuar Gerta, ti ke akuzuar... Do e mbaroj e kam fjalit të fundit këtë, unë për natyrë jam një natyrë shumë e dashur. Ka raste caktuara, kur në moment i tensioni, unë tregohem agresive, sepse shtëpia këtu është shumë agresive. Tani, nuk i kam fërkuar shtëpinë këtu më kot askujt, unë jam empatike si natyrë, qoftë ky gabimi im, në këtë lojë, s'ka problem, e marrë për sipër, si që kam marrë për sipër, edhe akuzat tjera që që kam bërë këtu brënda. Jepi tani, vazhdo fort. Jo, doja të bëja një pyetje Gerta, se kjo është e rëndësishme. Ti e mban mend, besoj, ditë përpara se Egli të largohej nga Big Brother, që një nga raportet e saj më të mira aty brenda shtëpisë ishte me Danjën. Dhe ishte një raport realisht
Më kanë ndetur shoqe si kishte motra zemrash, ime afër në të ato cilat momente. gjatë kohës që juve flinit gjumë, ajo bashkë me Danjën që ndronin jashtë në pikat e shiut, flisnin, këndonin, mundoheshin të... Dhe ndërkohë ti e akuzon Danjën tani si sekretare të Eglit, si asistente të Eglit, ndërkohë që e dije raportin që është një raport koherent, pra që s'ka ndryshuar gjë. Faleminderit. Jo, nuk është koherent, Ledion, Pse nuk raporti i është? Danjës dhe i Eglit, sepse Danja filloi të pozicionoj afër Xhesit dhe Eglit në momentin kur erdhi Shkëlzeni në shtëpi. Pra, Shkëlzeni dhe Riki shfaqën, po themi ato afrimitetin me Xhesin që kur erdhën, dhe Danja me njëherë filloi Një moment ta dëgjojmë, një moment ta dëgjojmë. Riki me Shkëlzenin në këtë shtëpi. Pse nuk do rrit? Unë këtu dhe ajo atje të tavolina. Po interesi do ju bëju të... Ja ta dëgjojmë Gertën, ju lutem, ta dëgjojmë Gertën. Danja, duhet besojmë gjithçka që thua ti. Atëherë, po pyetem, kam përgjigje. Ashtu i shikon njerëzit vetë si kafe, prandaj. O Igli, mos më bërtit mua. Po një sekondë po të flasim. Mos më bërtit. Po prit ka duro të Mos më flasim. bërtit mua. Nuk je ti personi që më bërtet. Po dhe ti mos në rry. Atë mos në ry. Ti nuk duhet japësh kurrë për ndërhyrje. Atëherë, Ledion, po thoja që Danja filloi të qëndronte, pra vajti me njëherë tek Xhesi dhe tek Egli, ndërkohë që kishte kaluar koha më shumë se, po themi, gjysma e kohës së Big Brotherit, këtu dhe Danja pa pritmas, sepse me Eglin ka qenë që në fillim, Egli ka qenë këtu në shtëpi, kurse ishte një banore e re dhe krijoi një marrëdhënie të re. Deri në atë moment, Egli me Danjën nuk është se kishte ndonjë komunikim me njëra tjetrën, ka qenë Danja ajo që më thoshte mua që kjo Egli nuk durohet, me atë nuk diskuton dot, sepse ajo është e padurueshme dhe pa pritmas, dhe pa pritmas, dhe pa pritmas, u pozicionua, po themi qëndroja afër Këto vendimet të kishit bërë gjithë. Shumë pak ditë para se Egli të dilte nga shtëpia. Dhe pozitat e Danës në shtëpi, me që se më the tani për Lorin, që Lori të bëri për qatë dhe ti ndenje, në fakt, je ti ajo që të gjithë ata çfarë nuk kanë thënë për ty, Rozi e para, dhe ti nuk e duruar asnjë orë, dhe ke shkuar dhe ke qëndruar afër Rozi. E ke shumë gabuar. Dhe kjo është e vërtetë. Mos gënjen, kjo gjë që ma ka në raport me Lorin. Se nuk të shkon. Disa ditës dhe ne po prapja temi njëra tjetër zyrat ashtu si që mendojmë. Duhet t'jesh vetë në marrëdhënie të drejta me njerëzit të cilën të kanë rënduar në shtëpi, do të jesh ndruar afër atyre dhe mos gënjen, si gjërat ja kam thënë gjithmonë pa Ti manipulator fjalësh e Meglin jam afruar, Meglin di shumë mirë, Meglin jam afruar sepse ma ka kërkuar vetë. Të lutem rri afër me, ja fajtja. Rri me këtë duash në shtëpi. Edhe ja ka Këtë duash në shtëpi. Kur të në qatë momente, që Lori të bëri për të qarë, dhe mba në krah dhe ndërkohë je ti ajo që i akuzuar sepse unë nuk të kam folur me mua jo me ty se sy ti fare këto kur kanë qenë keq Danja nuk e mbaj Gota po flisni në korë, nuk kuptoheni po flisni në korë. Në raport të çfarë nuk mbaj mend ta kem thënë këtë gjë. Etiketuar Danja, të lutem rri me mua. Ju lutem po flisni në korë. Të lutem rri me mua. Si tha i shpari. Lutem rrimë Krahasimisht se çfarë kanë ofenduar bazë fillimesh ka marrë Danja. Që e kam kuptuar vërtet, po ma jep sinqerisht dhe nga Egli gjithashtu në raport me mua, unë nuk jam asnjë të nxjerr, po s'është deri më sot, nuk e kam ofenduar Danja. Danja jo më lart se sot më tha mua Delenxhia. Unë asnjëherë Danja nuk e kam ofenduar me epitete të tilla. Ti kuptoj që nga dita parë deri sot. Vetëm i kam thënë Danjës që Danja je pa busull në shtëpi, sepse nuk po mban qëndrimet e tua në shtëpi, ndërkohë që je zënë me të gjithë, je zënë me disa, domethënë këtu dhe ndërkohë nuk e mbajtur qëndrimin tënd. Pra është prap kjo çështja e koherencës. Loredana se të shoh që ke qëndrimin, unë s'ja u kam matur ndonjëherë. Po e kuptoj. Me këtë rri dhe me kjo jo. O Ledion, të lutem. Ndërkohë që ne flasim këte, Egli dhe Rozi vazhdojnë akoma diskutojnë andej, do me thënë nuk e di. Vetëm ne duhet të respektojmë kur flasin ato dhe ne, do me thënë duhet të bëjmë Loredana, shoh që ke ngritur dorën, po. Marrëdhëniet e pasta je ti që nuk i ke. Ti në 8 mars, mbas që Jozi kishte ardhur, edhe ti vetëm me Jozin ishe bërë,
Në momenti që Jozi u kthe bles, mi ktheve dhe mua shpatullat ku erdhi Jozi. Ti më the mua, ti ri urt në 8 mars, se ti ke ndëj me djalin më denigrues se kësaj shtëpie. Nuk ta kam thënë unë të bestohet, nuk ta kam thënë unë. Nuk ta kam thënë, nuk e kam thënë kur djalin denigrues dhe kur ka thënë atë fjalë që ka thënë. E ke thënë. Ti Dania, ke ardhur këtu në janar, bas që Jozi kishte bërë ato akuta ndaj Rozanës. Lori, para disa ditësh, para një jave ca, ka thënë vajza, unë do ju sulmoj, ka thënë Egli, do të sulmoj dhe ti bë një sulm paramenduar zemra, mos thuaj budalliqe. Sulm paramenduar, shohim se si e mendojnë opinionistët të lloj dinamike. Dua të dëgjoj Albrin. Gënjeshtare. Jo, nuk jam gënjeshtare, gënjeshtare e ti. Nuk jam shpifse Lori ti. Sipërfaqësore. I shoh si diskutime sipërfaqësore në kuadër të etheve që tashmë janë prezente në shtëpi. Ethet janë goxha prezente edhe kush e di çfarë do shohim to ditët që na kanë 3 javë. Gjithashtu shoh që Gerta është e vendosur dhe ka dëshirë që të mbështesë dhe me mendjen e saj të dërgojë Loredanën në finale, ndërkohë që Danja se ka fare në asnjë plan. As se kam problem fare. S'ka marrë me Gertën unë këtu, ka marrë vetëm. Sa gjëra, unë mendoj që duhen pas problem. Se s'kam problem këtë, s'kam problem atë. Pasaj s'kam dhe këtë, dhe pasaj kujtohesh masi 160 ditëve ke thush Aldos, që ke flirtuar me mua. Jo, nuk jam kujtuar. Më lër mua që të bëj llogarit me veten. Unë jam këtu për të bërë llogaritë e juaja nëse se di ti. Po jo, unë me veten, po them. Ti vazhdo. Merr dhe lapsi letër shkruaj. Ke të drejtë. Unë mendoj nuk që kemi laps dhe letër. Duhet me reagu në kohën e caktuar. Unë reagoj mos me ja majt njerëzve. Mos me ja majt njerëzve. Mos me ja mbajt njerëzve. Mos me ja mbajt njerëzve. Mos me ja mbajt njerëzve. Di dhe unë sillem si ju, po nuk dua ta marr etiketimin si pa edukat publikisht. Por ajo që duhet të them është që nuk të ka dasni listë dhe mendoj se ca gjëra duhet i kishe thënë në kohën e duhur. Jo, atë Aldus e rujtë këtu. Jo, ja u kam thënë. Jo, flirtimin se ke thënë Aldus ti, nëzorë tani. Më vjen keq se dikush të vjen dhe të flet si që mendon gjën, me ton të ullët, këtu nuk merret sulm. Duhet të të vi me gishta në sy, duhet të të ullë rast, që të merret si sulm dhe të të kthehet dikush. Edhe ti ashtu e kthen. Ti sot më bërë një etiketë sot. Gerta, po pra, dhe të erdha sot se sot e meritoje. Isha te buka dhe ju lutem goca dëgjojmë Nedën. Prandaj ta erdha. Kam sharë në ato. Unë nuk e shikoj, unë do sonove te buka dhe aty nuk kam cënuar as të prandaj ta erdha. Kështu Danja, të lutem, unë nuk e shikoj kështu. Unë e shoh Big Brotherin si maraton dhe mendoj që njeriu nuk duhet harxohet që në fillim, se pastaj në fund shkon pa frym. Por mendoj këtë. Kemi të bëjmë me disa vajza që janë vajza inteligjente, që e din që finalja ka vende të limituara, pra nuk ka vend për gjithë, dhe shoh disa goca që nuk kanë ndërmend ta luajnë finalen me kutingec si quhet ajo, ose unë ose ti me teka çift. E ka kush e ka. E ka kush e ka, okay. Pra nuk duan ta luajnë finalen me teka çift, por duan të luftojnë finalen edhe të fitojnë një vend finale. Dhe për mua kjo është gjëra më e dur dhe më normale. Ma jo me shqipje. Dhe që kur të duket se po lufton më shumë? Loredana apo Danja? Loredana dhe Danja po luftojnë shumë për finalen. Pak më shumë? Pak më shumë për finalen. Shiko, unë e shoh Danjën më vetëm në këtë luftë dhe Loredanën më të mbështetur nga Gerta. Kështu e shikoj. Arbër ti kush po lufton më shumë? Loredana. Loredana mendon ti po lufton më shumë? Po. Okej. Dhe mund ta shpjegoj pse mendoj që Loredana ka më shumë gjyra se Danja? Jo, nuk ka problem, mund t'ja shpjegosh Loredanës vetë, ndërkohë mbyllim lidhjen me shtëpinë dhe vetëm pas pak do të zbulojmë se çfarë do të ndodh me nominimet dhe me televotimin për të martën, ndaj qëndroni me ne, mos u largoni nga Top Channel.